Prokuroria e Antwerps njoftoi se ka arrestuar 16 persona në kuadër të një hetimi për një organizatë kriminale që dyshohet se importonte kokainë përmes portit të Antwerps. Në total, janë sekuestruar mbi 1,6 ton kokainë. Përveç kësaj, janë konfiskuar disa armë zjarri, municione dhe materiale të tjera të përdorura për tregti të paligjshme. Sipas prokurores Kato Bellmans nga Prokuroria e Antwerps, Policia Federale Gjyqësore, FGP kishte informacione për një bandë droge, kryesisht shqipfolse, që përdorte një magazin në rrugën Perebom, në Morbek, afër Lokeren, për të nxjerrë drogën nga një kontenjer. Të martën, më 21 tetor, policia ndërhyri me njësi speciale. Gjatë operacionit, në Sint Niklas dhe në rrugën Ekspres E34, u arrestuan 6 persona. Në një furgon, u gjetën 1.398 kg kokainë të fshehura në Arkadruri. Hetimet zbuluan se banda përdorte 3 apartamente